Të uta kam një pyetje, ndoshta që kisha pas qef mja bo një psikologu ose psikologe. A është gjithmonë a është në rregull edhe ndonjëherë mos ndihemi mirë? Pse është ky presioni që duhemi gjithmonë me thonë shumë mirë jam, shumë mirë jam, shumë mirë jam? Po, absolutisht është shumë e drejtë edhe të mos ndihemi ndonjëherë mirë, apo edhe ta themi me zë që unë sot nuk jam mirë. Thotë shpeshherë kemi atë presionin shoqëror që ne duhet jemi gjithmonë mirë, e sidomos ndonjëherë edhe puna profesionale, mendojnë që psikologu është e ka atë shkupin magjik që gjithmonë rregullon jetën e tij, edhe gjithmonë realisht, emocionalisht është shumë i qëndrueshëm t'i bëj ballë sfidave, ku e diun. Mirë, po në fakt, pikërisht roli i psikologut është rol beg i konsumus, që kanjëherë pikërisht psikologët si profesionist duhet merren seriozisht me veten, me shëndetin mendor, pikërisht është kjo pjesa kur unë veç e ceka që duhet të ndajmë kohë cilësore për veten, në mënyrë që të jemi produktiv në punën pastaj që bëjmë. Prandaj them me zë plot që duhet jemi sinqerisht të gatshëm, ta pranojmë veten, po dhe ta themi me zë që është këtë në rregull, që një ditë mos ndihesh mirë, mos ndihesh rehat, t'jesh e ngarkuar dhe patjetër këtu pastaj është stadi ku ti duhet kërkosh shëndim edhe të pauzosh e të reflektosh për të marrë energjinë. Pse kemi në këtë shqiptare, sidomos gjithmonë jo mirë, jo mirë, jo mirë, jo, edhe kur s'jemi mirë? Nganjëherë i vëm vetes pritshmëri të larta që mendojmë që të tjerët kanë për neve. Edhe e kemi kriju atë iluzionin që ne jemi të palotshëm, që ne nuk dorëzohemi, edhe që ne duhet jemi gjithmonë mirë edhe për të tjerët, të gatshëm t'ju ndihmojmë edhe të tjerëve, po mendoj që sot nuk ka që se ka marrë një hap pozitive dhe kjo pjesa ndërgjithësimin sa i përket shëndetit mendor. Shoh që ka shumë ndryshime pozitive, mirë po që na duhet pak ma tepër të praktikohet, që njerëzit të mos vetëm ta kuptojnë rëndësinë e shëndetit mendor, po të njëjtën kohë dhe të marrin masa që të kërkojnë ndihmë edhe të trajtohen në momente të caktuara kur është e nevojshme.